Jemi mundu diçka që ta kemi funksion edhe audiencën kur do të vi. Edhe pse do ngelet hapur, do të thonë dikundi deri në datën 26 tetor. Një muaj e pak ditë. Po, kemi krijuar një hapësirë që thjesht të bisedojsh edhe me veprat, në atë kuptimi, ta kesh një lloj komunikimi brenda. Kemi munduar në çdo kënd të krijojmë një dramë në vete. Qoftë me pjesën e ndriçimit, qoftë me pjesën e punëve të cilën kam instaluar, për shkak të një pjesë e ekspozitës, njëra sallë është me instalim. Është skulptur, instalacion me një qasje teknikës të kombinuar. Kam përdorur disa lloje të materialeve ndryshme, po më shumë ti pjesë druri edhe pjesë e kanavasit. Po materialet e ceka, do të thonë është pjesë e drurit, më shumë. Konstruksionet janë të gjitha nga materiali druri. Dru, pëlhur, normalisht me materiale për ngjitje të drurit, të pëlhurës, pastaj kemi shkuar në ngjyrat akrilik, vaj, do thonë një kombinim i disa llojeve të ngjyrave.